Faleminderit shoku kryetar. Unë shpresoj mos a kem 1 minutë prapë. Jo, se kem 1 minutë. Ti do të fal. Do të kërkoja mirëkuptimin e kolegëve që në orën 13:45 ne të jemi po prapë në një aktivitet të komisionit tonë në jashtë ambienteve të kuvendit. Ky kufizim është. Fjala është për ju. Faleminderit që mas ngrënës mjaltit që keni mëlsur dhe keni ndryshuar qëndrim dhe në komision, ishe se herë të mbledhja parë, por kaloj. Nderuar zoti ministër, faleminderit se jeni dhe i ri këtu në komision si 7 e keni për herë të parë. Edhe për bëj përgjigje si për pyetje si për herë të parë. Se LBT dhe s'marrin vesh nga kultura, me fshatarët e shëlqimit. Ore pyetje kam, tani më tërhoqi vëmendje se këto tjerët i thau Erti, do t'i thot dhe Gendi për i kanë thënë kolegë dhe për të këto klikimet. Po, tu e kam halën unë, tani në solli klikime, thati, shumë mirë. Dhe edhe Shqipëria u klikua, tani njësë, për jore, thate ministre, konfirmoj ministre, për klikime. Du të di, më dhënë se pa tjetës edhe për këtë bëjmë referense që ngrihet opinioni përveç se të lutëm, ke klikimet jemi. Po, te klikimet. Njësia Mace ka qenë para, pas, apo gjatë koncertit, kur është klikur më shumë Shqipëria? Pra, kur ka qenë njësia Mace dhe kur ka qenë e fundit ajo dyshe meja, edhe pastaj fillon klikimet që u vërshun, tak, gjithë klikimet, dhe ne sot 115 herë dhe 1%, si puna grurit. Una e patronazhist dhe sigur kanë kliko patronazhist, do të aty e ka hallin. Jo, ora nuk ndërhyni ju, se s'keni aq fuqi, po them, me që o Erti tha avionët u mbysh, kishte 3 ditë radhë apritit. Po pra, edhe unë po them në kam teknikime tash, se na është mbush interneti, s'po zhbllokojmë dot. Tani një kjo. E dyta, ore dëgjova se këto ndërkombëtarët unë si dëgjoj shumë, po e dëgjoj dhe juve që thot ka problem bileta dhe ne do të financoni. Po tani si pas parashikimit nuk ishin shit gjithë biletat. Tani me që hyri shteti me urgjencë, do të thotë që i ka marrë shteti këto biletat, se aty ishin plot me njerëz. Ishe me njerëz atje, po se thatë që ishe evenimenti tumllas. Okej. Tani kur këto bileta nuk u shitet, na dorën të njerëzit. Ore të shpu kamu me dek, dy unë do të pysh ministri. Ta ty do dalë, me që dolet e partia ti. Dale, durot është, durot. Po, zoti ministri... Jo të lutëm të amarë se e ka të thellë për tjo. Se shoku Ulsiu e ka me kovë. Edhe thaj që ne nuk në le partia. Tani, kjo ministria ishi vetë me partisë socialiste, se nga trova është po e gjithë Shqipërisë. Që përvejtësoni ju? Se në qofë se nesë në kalem partia, do të thotë që ju keni qurë të partia jonë sa biletat, edhe ne partia së në lanë e grisi buletat. Me që në tha Ulsiu, që së në la partia. Tani, kjo ministria ju ka sjellë ca buleta për ne, apo ish vetë për partitë socialiste? Ha? Ta marroje për ta marroje. Ta marroje pyetjet, kjo ishte pyetja e dytë. Se më the ti gjatë fjalës nuk la partia. O tak, partit ka marrë. Po jo ti qefe ke pas me shku në koncert, tani thuje dhe kot. Dale pra. Tani ky ishte kaq i mirë ky këngëtari, sa unë e njova vetëm kur do vinte në Shqipëri më së do merrte 4.3 milionë euro. Fshatar valla, tani jam çik euroskeptikun. Unë jam të luan zhegu akoma. A shu kam qefën. Ti e emancipur, kërceve rock and roll. Vure bandan, ko këti Ulsia dhe kërceve rupë si dupë që atje. E për se qëllojmë, ne du me def. Të ne du me pra me def. Këto biletat ishin vetëm për freshista? Jo? Po si unë danë, kriteri.
ne dhamë ca lekë, se su bëllon bileta, atë hynë gjitha njerës, u hapë porta, u hapë deti, u hapë si portin 2 korrikë, se ne kemi ata eksodin në 10-ës, 2 korrikut u hapë si atëhere. Qa ndodhi? Ku vajtë këto biletat? Se nuk e shillojmë dot, ne ati nga lushja nuk dum vetëm, nësë për në vinë asi lekë nga ministria, për ka ba muzeqare, 2 milion vjetra, kënojnë gjithë muzeqare. Ju 4.3 milion lekë i mori e i, që e qynë të? Euro. Që e qynë të këngtajnë? Kanye West. Pra, pyetja ime është dhe një tjetër. Të gjithë kjo proces. Tani, sa lekë i me gjune, atë për stadiumin se pyste shoku im, për të stadiumin, e soli vetë, keni me vete, po e kemi prap ne. Edhe e fundit fare, tani që i stadiumi ka i merak, partia jonë, do jepen ato kullot e tjetë e vendi stadiumi, dhe bëjnë bukur me që e pastrum lagjen, thatë ju i bëm shërbime të gjitha. Faleminderit zotë Ulësi. Zoti Goreshi, zoti ministër, ju lutem shumë shkurt, sepse për masat e Kanye Westit u thanë dhe dihën. Tani shkurt për pyetjet, edhe për stadiumin. Edhe për stadiumin. Po kupton? Zoti Gonxhe, zoti ministër, shumë shkurt lutem. Atëherë, duke u përmbajtur shkurt thelbi të pyetjeve, po e nis nga fundi, pati një spekulim të madh në lidhje me stadiumin, nuk ka pasur asnjë lloj pagese për stadiumin të niveleve 50-60 milion euro, siç u bë virale në shumë prej postimeve. Ajo është një strukturë e përkohshme, provizore, nëse keni parasysh shumë prej eventeve, garave, ngjarjeve ndërkombëtare, sportive, kulturore, etj, Formula 1, etj, po të keni parasysh Baku, Monaco, etj. Të gjitha këto evente organizohen me struktura provizore, të cilat ndërtohen, ngrihen, rinë spektatorët në këto struktura për ditët e zgjatjes së eventeve dhe pastaj ato shmontohen përsëri. Një nga kërkesat specifike të artistit ishte që të kishte një, thash dhe më parë, që të kishte një platformë e cila të ishte rreth 60.000 spektator. Ne nga ana jon, pra promocioni dhe ne si Shqipëri duhet interesoheshim që biletat ishin sa më ekonomike, për këtë arsye duhet një numër sa më i madh. Nga ana tjetër nuk kishim një strukturë, një stadium olimpik që mund të planifikonim me rehat një sistemim të këtij kapaciteti që kërkoi për këtë koncert dhe për këtë aritmetik koncerti, dhe kështu që është parë e udhës që të kishte një strukturë e cila të ishte me qira, pjesë e buxhetit dhe kostove që ka koncerti. Kjo strukturë, nëse keni kuriozitet, nuk ka kushtuar më shumë se 2.2 milion euro brenda kostove të aktivitetit. Pra, mendoni, 2.2 milion euro e çmontueshme provizore, të tilla janë kostot, sepse ka pasur gati 23.000 vende të ulura, pra kjo është struktura që i takon kësaj kostove që përmenda, dhe pastaj shumë struktura tjera të cilat lidhen me logjistikën dhe me teknikën e eventit. Dhe jemi shumë larg shifrës pra të spekuluar për 50-60 milion euro. Nga ana tjetër, sa i takon asaj që ju përmendët, për t'ju dhënë shembullin e Stambollit, në Stamboll janë shitur gati 90.000 bileta, stadiumi i tyre ka një kapacitet të jashtëzakonshëm. Në momentet e fundit, në orët e fundit të eventit, ata kanë lejuar që të futen dhe rreth 18.000 veta të tjerë të interesuar, o me 28.000 veta të tjerë, me bileta promocionale, me ftesa dhe me bileta me çmime shumë të ulta, në mënyrë që të kënaqnin një rekord që ata e kapën me rreth 118.000 spektatorë, për të qenë në lajmet e botës edhe me një rekord kapaciteti. Ju them edhe një herë, rekordi nuk është vetëm a kanë bler bilet, rekordi është edhe ai ka menaxhuar dot 118.000 veta mirë. Neve jo, edhe ashtu shembull për të thënë që ka raste që drejt fundit, në orët e fundit të eventeve, ka dhe promocion, bileta me ulje, bileta që janë me gjysmë çmimi, me 30%, pasi ishte kuptuar rreth një javë para që problematika e shitjeve, e cila ju jeni komision ligjor dhe natyrisht ne këtu nuk jemi për politik, po neve këtu jemi për të analizuar ngjarjet dhe situatat, kontekstin në Shqipëri, na
përballi me një situatë ku koncerti u kthye në një mulli ere ndaj të cilit u lëshua çdo Don Kishote, çdo themi protestues i asaj pjesës që themi po anatemonte dhe po luftonte objektivin e gabuar, në këtë rast Kanye West dhe koncertin, dhe i sabotuar, i minuar, i vënë në qendër të një liste objektivash të një proteste që në disa prej aspekteve të saj lindë shumë për dëshiruar, flastu për pjesën e dhunshme, bullizuese dhe për pjesën e cila mendoj që nuk ka qenë ndërgjegjshme për dëmet që mund të shkaktonte vendit dhe në këtë rast eventit, dhe për dëmet të cilat ndoshta mund të maten edhe me faktin e kostos së faturës së këtij akti normativ, të cilin unë mendoj që nëse do kishte një nipt ajo pjesë e protestës, kjo faturë i takonte atyre në fakt. Kjo faturë e koncertit i takonte asaj pjesë të protestës që o qëllimisht, o nga padia, o nga ignoranca, o nga keqdashja, po jam duke i thënë, po. Të lutem zotin. Po të kishin një nip, po. Po ne jemi këtu për të garantuar që ngjarjet e këtij niveli të mos dështojnë edhe nëse në vend zhvillohen akte të tilla të cilat kanë qenë të paparashikuara. Ju lutem. Po. Ju lutem. Thash. Zoti ministër, ju lutem. Ju lutem. Asaj pjesë të protestës. Ju lutem. Asaj pjesë të protestës dhe i dal për zot fjalët e mia. Zoti Bylli, nuk ka arsye të çojmë zërin. Ju lutem. Unë jam këtu para ju, s'ka arsye të çojmë zërin. Ju lutem. Edhe një herë. Zoti ministër, ju lutem, a mund ta fikni mikrofonin se zoti Bylli Bashi është pa mikrofon. Po pse duhet të bërtasim, se kuptoj, pse duhet të bërtasim? Isha duke kthyer pyetje deputetit parafolit. Ishte pa mikrofon. Ai nuk është regjistruar për ato që bërtiti, si ishte pa mikrofon. U mërzit për ato bërtiti. Tani Zoti Koreshi për ftesat. Për ftesat tani përmbyllet përgjigjen që t'ja japim zotit Strazimiri. Nuk ka patur zoti Koreshi për më shumë se ç'përfaqësoi si ministër dhe si ministri përgjegjës i linjës. Pra, po doni edhe me që thoni që keni qef edhe gjuhën popullore, edhe be po doni të bëjmë tu. Për këtë doni ju. Nuk ka patur asnjë shpërndarje që të ketë pasur si prioritet, qëllim apo si synim grupime politike, forume rinore të Partisë Socialiste, Partinë Socialiste, parti, njerëz të cilët lidhen me pjesën që ka të bëjë me pjesën politike. Ka pasur një vëmendje nga ana e Ministrisë së Drejtorit për të gjitha grupet sociale, i janë dërguar letra zyrtare të konfirmuara me email, në mënyrë formale për të mbledhur të dhëna për student, për nxënës të cilët ishin në moshën e dur, për ata që kanë pasur rezultate më të larta, për familje, familjar, fëmijë të familjeve të policëve të vrarë, të familjeve që janë në programe sociale, të gjithë pjesës grupeve të folklorit, të federatave, të sportit, grupe artistike, të talenteve të reja, në të gjitha pikpamjet, bashki, institucione dhe në çdo aspekt të formalizuara në trajtjen e një ftese për një pjesë të caktuar të kapacitetit të stadiumit, që ishte aty dhe eventi patjetër që po shkonte drejt realizimit, edhe për shkak të mbështetjes që qeveria kërkoi të jepte, për të patur një meritokraci dhe me një formë shumë transparente në pikpamjen e ftesave dhe të gjithë atyre që kanë marrë një mundësi aksesi në këtë koncert. Pra nuk ka pasur asnjë lloj shpërndarje në baza miqësie, shoqërie, jemi të qartë zoti ministër, tarafesh e tjerë. Dakor, faleminderit zoti Gonxhe. Shkurt se pastaj fjalën e merr zoti Strazimiri. Shumë shkurt, lutem. Zoti ministër, unë të falenderoj për këto përgjigjet, edhe duke ju referuar Don Kishotit, Cervantesit, me të thënë drejtën, edhe një fshatartë si Don Kishot, unë nuk jemi Don Kishot, po Sancho Pancho do të qyj veten, unë i kam vënë mur, mendim mur, i kam vënë mur, e kam dërtuar mur atyre libra me kalor sjak, që mos bën Don Kishot, dakor? Se i njoh mirë Don Kishotin e Manches, edhe pse e di patjetër që nuk është romanticizëm, siç e thoshte partia ju, romantist shqiptar, të lutem. Ja, po ta them edhe një herë, nuk e kam këtu. Edhe
Unë ato libra Kaloksiak zakonisht i krahasoj me propagandën e qeverisë. Pse e them këtë? Nga e dini këta freshistat, çfarë ndan këta tollona vajguri, këta në lushe, se unë po flas për lushin. Si e? To që ndan ditë përpara freshistët, ishin tollona vajguri, çfarë ishin? Ç'kjerë ti rri me qefti si nga lushin nga fieri? Faleminderit, zoti Strazimiri e ka fjalën për pyetje. Faleminderit, zoti kryetar. Pastaj zoti Blushi dhe e mbyllim mbledhjen. Konkretisht, çfarë u bë me këta 4.300.000 euro? Çfarë u bë? Ku u shpenzuan? Ka një faturë? Kaq kushtoi kjo, kaq kushtoi kjo, kaq kushtoi kjo, kaq kushtoi kjo, kaq kushtoi kjo? Çfarë ishte konkretisht gjë? Blet bileta ju dhe ju shpërndat njerëzve, nuk ju mbush. Çfarë ishte? Si e shpëtuat aktiviteti? Dhe nderin e Shqipërisë me këtë rast. Atëherë, aktiviteti ka pasur një plan biznesi që përmenda. Plan biznesi ka pasur një program pagesash, i cili përkonte me të ardhurat, sipas fazave të mbledhjes tyre, nga shitjet, nga sponsorët, nga donatorët e tjerë, siç bëhet për çdo event. Kuptohet që kjo pjesë, pra ky proces u kushtëzuar rënd nga situata që u përballëm pa e ditur, pra në muajt e fillimit protestës, dhe edhe nga pikpamja atyre bizneseve i do donin të ishin mbështetës, po që anët e muan se po ta bënin këtë gjë, do ndërhyej për imazhin e tyre, patëm një betejë e cila lidhej më pas edhe deri me nivelet e reviewve, shumë biznese janë ndjerë shumë të kërcënuara që të ishin të lirshme për të ndihmuar aktivitetin, dhe kjo kosto e ardhur në mënyrë kaq pa parashikuar, natyrisht që erdhi tek një mbledhje e të gjitha faturave të fundit, të fazës fundit të realizimit të eventit, të cilat nuk mund të paguheshin dot. Dhe për këtë arsye promotorët kërkuan mbështetjen e qeverisë, e cila ishte angazhuar që prej fillimit për mbështetjen në çdo aspekt të eventit, por jo të zërave që kishin bënin me koncertin vetvete, pra për pjesën e pagesave që kishin bënin me fitë e artistit, me fitë të ndryshme, me rata të pagesave të ndryshme të cilët ishin bërë herën e parë nga promotori, herën e dytë nga promotori, herën e tretë nuk po bëheshin dot nga promotori, sepse promotori ishte në vështirësi. Pra promotori gjerman dhe promotori shqiptar. Privat dhe privat, pa tjetër. Dhe neve nuk kemi një realitet abstrakt i pandjeshëm ndaj zhvillimeve në treg. Ne nuk kemi një mur mes nesh dhe tregut. Po faleminderit zoti Gonxhe, lutem. Jo, edhe një gjë. Lutem sepse patjetër që pagesat janë të gjitha me një listë artikush, kontratash, pagesash, të gjitha të cilat janë të raportuara në materialet e depozituara në dosjen përkatëse. Faleminderit. Po zoti Strazimiri? Fal. Unë pikërisht këtë ju kërkova. Nuk ju kërkova fjalë. Kur bëhet fjalë për shifra, cilat janë pagesat. Më ka kushtuar kaq kjo, kaq kjo, kaq kjo, kaq kjo, kaq kjo, kaq kjo, kaq kjo. Deri tani, ajo që unë kuptova, është që ju keni shpëtuar me këto 4.300.000 euro nderin e Shqipërisë, sepse i keni nxjerr plan biznesin e Kanye Westit dhe të atyre që do të fitonin nga kjo punë, i keni nxjerr me fitimin siç e kishim planifikuar. Dhe atë fitim e kemi paguar ne, këtë thatë ju deri tani. Promotorët kishin një plan biznesi, plani i biznesit është kaq shpenzime, kaq do të kemi të ardhura, diferenca është fitimi, të cilin nuk e realizohen dot për arsyet që ju thatë. Këtu keni ndërhyr ju për të shpëtuar faqen Shqipërisë që Kanye Westi dhe promotorët të mos dilnin me humbje në këtë biznes. Tashti, në mënyrë të vazhdueshme me çështje biletash, shera e dytë që ti përfshihesh në këtë punë, mor zotëri. E gjen vetë apo të gjen fati ty, se në 2001 me Skorpionsat po këtë muhabet kishin $900.000 ishin atëherë. Sot e ke 4.300.000 euro. Herës tjetër sa do e kesh faturën ti kur vi puna për të shpëtuar nderin e Shqipërisë me koncerte privatësh që na dalin në vështirësi sepse nuk arrin dot të kryen fitimin. Dhe ti, shteti që nuk ka ilaçe ke onkologjiku për fëmijët me kancer, i gjen legët për shpëtuar nderin e Shqipërisë 4.300.000 euro ti, që të dali me fitimin që kishte planifikuar përpara Kanye Westi. E gjen vetë kët apo të gjen fati i keq ty gjithmonë sa herë vjen puna për bileta, për Skorpionsat Kanye Westit, ku diun Jennifer Lopez e do para kurva. Keni bërë plan tjetër për cilë një tjetër me bileta të jepni prap lek? Kjo është pyetja. Po faleminderit zoti Strazimiri, zoti Gonxhe, zoti ministër, do t'ju lutem shumë shkurt. Po pse unë kam qenë gjatë në përgjigje? Jo, shiko, problemi është sepse
Ju sot jeni dhe në 2 komisione tjera, njërin e mbarut, jeni dhe te ekonomia. Po për të njëjtën gjë. Ndërkohë që në këtë komision shqyrtohet vetëm bazueshmëria nga pikpamja kushtetuese dhe e ligjit në fuqi. Pra ne këtu analizojmë vetëm a janë kushtet e neni 101 kushtetues Republikës Shqipërisë dhe në hierarkinë e akteve në 116 e kushtetues, a e ka drejtën Këshilli i Ministrave të operojë me akt normativ. Kaq. Pastaj a prek fondin rezerva, po prek buxhetin është gjë tjetër. Të lutem shumë shkurt për përgjigjet e zotit Strazimiri. Po pyetjet më pas ishin krejt politike dhe gati personale. Unë këtu nuk jam për të bërë fushat as personale, as për të mbrojt aktet e mia para 20 vjetësh, në rast se duhet e bëj. Jo, nuk është nevoja. Por besoj që nuk është në interesin e... Zoti Blushi, ke fjalën për pyetje dhe të lutem ti jesh racional me kohën, që të mos detyron pastaj të ndërhyj. Unë për përmbledh kryetar nuk kam asnjë pyetje, sepse është e qartë që sot keni sjellë një akt për të ligjëruar një vjedhje. Keni vjedhur 4.3 milion euro taksa të shqiptarëve, një çështje të cilën me të drejtë evidentoi edhe kolegu Strazimiri, pra ka filluar kjo çështje e vjedhjes me koncertet nga Skorpionsa në 2000 ishin, ka qenë 650.000 marka në atë kohë. U ngritë një komision parlamentar. Tani sërish Blendi Gonxhe tek Kanye Westi. Franga, aq më keq akoma, se pas ka qenë vlerë akoma dhe më e madhe. Sot keni sjell një akt, pra kërkoni të ligjëroni një vjedhje. Dhe për më tepër kërkoj totalisht i mbrapsh, këtu në komision parlamentar, je në Kuvendin e Shqipërisë, nuk mund të fyesh ti asnjë protestues. Nuk e ke këtë të drejtë. Sepse në qoftë se jeni kaq trim, dilni te sheshi dhe mos u fshini pas makinave kur ju gjuan me vezë. Se duke përdorur të tilla terma edhe ato vezi keni pak. Nuk mund të fyesh. Zoti Blushi. Nuk mund të fyej ministri. Meru me aktin normativ. Zoti kryetar, është e patolerueshme që të përdoret kjo përdoret. Sepse ministri këtu përfaqëson Këshillin e Ministrave. Ai nuk i takon atij. Nuk është karigja e Blendi Gonxhes, është karigja e ministrit. Po patjetër me ministrin. Që fyen këtu çdo shqiptar, unë nuk mund të toleroj as ti quaj as pse kë fyu ministri. Fyu protestuesit, pra ju tha Don Kishot, se ju nuk i bën përshtypje. Po shlidh ty me protestuesit jashtë, se këtë se kuptoj. Mua më lidhin me protestuesit, më lidhin 5 kërkesat e tyre të drejta. Kërkesat ama. Po, se vetë atje në shef, sepse kemi të bëjmë me një vjedhje, pra vjen një ministër këtu për të na mbushur mendjen e për kushtet e emergjencës kur njerëzit po humbin jetën për shuma qesharake. Kur QSUT-ja shpall listën që s'ka gjilpëra në spitale. Dhe ministri quan këtu protestuesit Don Kishot, pse proteston ata që të vjedh Edi Rama me Blendi Gonxhen. Dhe kemi ne të drejtën të fyem. Ajo karike nuk është e Blendi Gonxhes. Ndaj i kërkoj tani të tërheq mbrapsht ato fjalë dhe ato vezë që i gjuajnë ka pak. E para, e dyta, unë nuk e shpjegoj dot si ka mundësi. Pra, i keni vjedhur paret dhe tani vini në komision për të ligjëruar çfarë. Do i kthej Kanye Westi në rast se ne nuk i japim okay këtij akti, do na i kthej parat, do i kthej parat shqiptarëve. Kush ishte emergjenca? Emergjencë sot janë ato fshatra dhe qytete që po digjen, po përvolojnë nga zjarre dhe si qeveri s'keni ngritur dorën për të miratuar qoftë edhe blerjen e një avioni për të fikur zjarret. Emergjenca janë ata njerëz që po humbin jetën në spitale sepse qeveria s'ka 10.000 euro apo 20.000 euro apo 75.000 euro për të blerë poltronat onkologjiku. Imazhin e Shqipërisë nuk e kanë dëmtuar, por e keni dëmtuar ju me vjedhjet tuaja. Uroja shumë që të kishin nxjerrë mësime nga diga, po Edi Rama sa herë është keq ju nxjerr ju për të përmbytur. Po faleminderit zoti Blushi. Ndaj kryetari ju lutem. Edhe për opinionin. Nuk mund të vijoj kjo mbledhje këtu duke fyer shqiptarët në këdo. Të lutem. Qoftë edhe një shqiptar të vet. Po mbledhjen fatmirësisht e drejtoj unë këtu, jo ti. Po nuk ka të drejtë ministri. Të lutem. Ka mundësi. Nuk ka të. Po ta ka më drejt në fjalës po burr tani. Unë ta ka më drejt në fjalës tani. Unë nuk e di. Po mos e prano më burr. Kush po të detyron ta pranojsh? Mos e prano. Ke votën, shprehu me votë. Ndërsa qendrimet politike mbaj edhe në komision dhe në sallë. Tani ti thua ti po është për ty pra. Po, është për ty kjo gjë. Të lutem. Tani lëre politikën e madhe këtu se jemi për tjetër gjë. Shumë faleminderit zoti ministër. Po. Zoti ministër, të lutem, përpara se sa ta hedh votim aktin normativ, ju lutem një përmbledhje të shkurtër
të asaj për të cilën ky komision do të shprehet. Roli juaj si Ministri dhe i Shtetit të koncert, nevoja dhe urgjenca siç është arsyetuar në relacion, dhe çfarë ishin kostot dhe përfitimet e këtij eventi me përmasa ndërkombëtare. Pra çfarë pasojash do të kishim në rast se do të dështonte koncerti dhe cilat janë përfitimet e Shqipërisë në rastin konkret nga zhvillimi i këtij koncerti. Por i du në mënyrë të përmbledhur sepse mbas kësaj do ta hedhim votim aktin. Dakor? Ministër, fjala është për ju. Po. Tani, çdo referim me të shkuarën vetëm sa e përforcon themi arsyen e veprimit ton të drejtë në rastin në fjalë, se të vësh në referim tu një eveniment të një kohe kur Tirana u gjet nga ne në nivelin e një Kandahari, dhe ta krahasosh atë dhe ku wind of change dhe ku era e ndryshimit ka ardhur në Shqipëri dhe e kam organizuar pritjen me pulmanin e Enver Hoxhës, dhe kur ka ardhur ekipi dhe kur ka ardhur pastaj grupi i këngëtarëve të Scorpions, kanë qarë në Rinas, sepse nuk e kanë pritur që të ishin në bencin e diktatorit për t'i dhënë atyre një ndjeshmëri dhe një eksperiencë të jashtëzakonshme në vendin e katandisur si një Kandahar nga keqeverisja e Partisë Demokratike të asaj kohe, ku edhe ngjarja e lidhur me të ashtu quajturën digën e famshme vinte nga një projekt i marrë në dorëzim jashtë çdo standardi i rikonstruksionit digës, ku kishin haruar të vinin rrjeta në portën shkarkuese të digës dhe ku me të drejtë roja i shërbimit të një nate me i përmbytje të jashtëzakonshme ka bërë një shkarkim provizor të një sasie ujë që ishte në ndihmë të strukturës së digës dhe diga dhe porta nuk mbyllej dot për shkak se investimi i bërë nga administrata e Partisë Demokratike ishte cop dhe standardi jon moral në atë kohë ka qenë ku e ku zoti ministër, i ka ezauruar koha dhe drejtësia këto gjërat, lutem. Pra, tani këto referenca vetëm tani nuk është sa ta rikthesh në kohë një ngjarje për cilën ka fol drejtësia, ta rikthesh kohë pse e kërkon zoti Blushi. Lutem shumë, një përmbledhje jo s'ka zoti Blushi, nuk e merr sot fjalën. Përfitimet ekonomike. Unë nuk kam folur për institucionin e protestës zoti Blushi, se e respektoj shumë. Unë jam protestues jo prej buk peshku zoti Blushi, unë jam protestues që ka marr plumba, gur, thyer dyer, xhama me fëmijën në prehër, i mat, ka mbrojtur familjen, bashortën time, se ne kemi qenë në situata që as mund të imagjinosh ndoshta, dhe ne i përkasim një kohë që kemi luftuar për lirinë dhe kemi luftuar me sakrifica deri dhe rreziku jete, deri në familje, deri te familjar. Dhe ne as nuk e diskutojmë që nuk diskutohet respekti ynë për institucionin e protestës, por një tuf budallesh e cilësuar, e cila gjuan me gur dhe me pllaka nga hyrja e parlamentit, nuk diskutohet që populli e ka thënë hapi rrugën budallajt dhe neve ato tufe cilësojmë të ati niveli. Tani. Ja shpjegova dallimin mes protestës qytetare. Po budallëve çfarë do t'i bëjun? Do t'i fyej si? Tani. Akti, jo, në rregull, i kthemi akti. Të përdori rregulloren e kuvendit ka dhe përjashtim nga komisioni. Ka dhe rregullore. Thash një grup i dhunshëm që gjuan me pllaka. Nuk thash shqiptarëve, zoti Blushi. Zoti Gonxhe, shumë faleminderit. Të lutem mbyllë mikrofonin.
Besoj që problemet në interes ti komisioni dole. Pjesa tjetër, të lutem, pjesa tjetër e diskutimit është qëndrim politik dhe opinione politike. Është edhe çështje vizioni në fund ditës, zoti Blushi. Të lutem. Në përfundim, përpara se ta hedh votim, të lutem. Jo, s'ka rëndësi. Të lutem, te Komisioni i Ekonomisë mund të jepni sqarime më të detajuara lidhur me kostot dhe përfitimet e këtij eventi me përmasa të jashtëzakonshme. Tani lidhur me aspektin kushtetues. Është respektuar në 116 i Kushtetutës, hierarkia e normave, Këshilli i Ministrave ka të drejtën, ka kompetencën të miratoj akte normative me fuqinë e ligjit. Por që sigurisht, brenda 45 ditëve siç e përcakton në 101 i Kushtetutës, ato duhet të votohen në Kuvendin e Shqipërisë. Kushtetutëbërësi e ka patur një qëllim kur ja ka dhënë këtë kompetencë Këshillit të Ministrave, sepse ka patur parasysh dhe ka mbajtur në konsiderat nevojën dhe urgjencën. Tani këtu patëm një diskutim edhe në mbledhjen e parë lidhur me aktin normativ të rishikimit të buxhetit për nevojën. Nevojat nuk janë asnjëherë një listë shtëruese. Sepse çdo sektor i ekonomisë ka nevoja të palimituara për të përmbushur misionin që i ngarkon kushtetuta dhe ligji. Po prandaj bëhet një buxhet shteti që miratohet nga kuvendi dhe shpërndahen fondot sipas ministrive dhe sipas nevojave dhe interesit publik, por dhe mbulimit të shërbimeve publike. Dhe mba dhe një fond rezervë me një anë, që vetë ligji ka përcaktuar një definicion për përdorimin e fondit rezervë, rastet e paparashikuara. Se, po të flasim me gjuhë më të thjeshtë që të na kuptojnë njerëzit, rastet paparashikuara ndodhin në një familje. I bën llogarit në fillim të vitit për disa shpenzime e gjëra në ekonominë familjare dhe gjatë vitit dalin gjërat paparashikuara, e jo më në një shtet. Tani, ky fond rezervë, kush është urgjenca? Dhe kur thash është çështje vizioni, është çështje vizioni. Shqipëria, kjo maxhorancë qeverisë, ka votuar një program politik në Parlamentin e Shqipërisë kur mori mandatin qeveria Rama 4. Dhe ky program politik është 4 vjeçar, i ndarë në vite. Dhe pjesë e këtij vizioni është turizmi, kultura dhe promovimi i Shqipërisë në botë. Ne nuk kemi thënë se jemi vend, hym ke vendet ke G7, as ke G20, ke vendet e zhvilluara të botës. Jo. Jemi vend në rajon lider që presim të integrohemi, jo të integrohemi së është, më duket sikur e zgjasim në kohë, presim të antarësohemi në BE. A kemi halle, sa duhesh ka halle Shqipëria? Po doni ju, nevojat janë të jashtëzakonshme në arsim, në shëndetësi, në infrastrukturë, ku të doni ju. Por është fakta ma që Shqipëria sot pret dhe përcjell 12 milion turist, vizitor, të huaj. Është fakt që aeroporti ndërkombëtar i Rinasit, Nën Tereza, është aeroporti i parë në rajon për fluksin e njerëzve që vizitojnë Shqipërinë dhe destinacionet ndërkombëtare që ka. Dhe të diskutojmë këtu tani 4 milion euro që janë imazh, reputacion ndërkombëtar, turizëm dhe ekonomi në fund të ditës, dhe t'i këndosh të keqës të para 20, 30 apo 8, po doni ju që në kohën që 1912, kjo nuk është politik. Nuk është politik. Unë jam i bindur që pjesë e të tërës është edhe ajo protesta që zhvillohet atje. Zhvillime normale, demokratike për një vend që ka mbyllur 3 kapituj, ka hapur të 36, të 35 kapituj, ka mbyllur 3, pretendon të mbylle dhe në fund vitit 2027 edhe kapitujt e tjerë për të bërë vend antar i Bashkimit Evropian.
siç shteti garanton të drejtën e protestës, drejtën kushtetuese të protestës, ka detyrimin të garantojë edhe të drejtën atyre të tjerëve që pritnin koncertin, apo që presin dhe evente të tjera kulturore. Sepse ministria që ju drejtoni ka program të detajuar plan veprimi të shtrirë në kohë për koncertet dhe promovimin e Shqipërisë këtu. Dhe kur përplasën dy të drejta, shteti ka për detyrë të garantojë të dy të drejta, dhe këta që protestojnë këtu, edhe ata që prishin Kanye Westin aty. Dhe që mirë bëri që erdhi, dhe shumë mirë bëri shteti që e garantoi mbarvajtjen e atij aktiviteti, sepse unë jam i bindur që e kundërta anullimi i atij koncerti për shkaqe objektive do t'i sillte dëmet pa llogaritshme Shqipërisë. Dhe në radh parë do t'i sillte turizmit Shqipëri, dhe mos bëjmë këtu sikur jetojmë në hënë dhe s'ka ndodhur kur gjë. Sulmët mbi biznesin e turizmit Shqipëri në dëmtimin e imazhit, unë i kam konsideruar publikisht sulme hibride mbi turizmin dhe biznesin në Shqipëri. Në qoftë se ti shkon dhe i ul nëpërmjet manipulimit dhe ndërhyrjeve në sisteme yjet një biznesi që e ka bërë me djesht, është një lloj sikur shkesh t'ia godasish biznesin ke dera. Në dyert e biznesit aty. Dhe situata duhet gjykuar e tëra, nuk duhet parë vetëm koncerti. Kanë lidhje logjike gjitha gjërat në dëmtimin e imazhit të Shqipërisë. Dhe urgjencë nuk konsiderohen vetëm situatat e rënda që bien për shkak të zjarreve nga vapa, apo për shkak të përmbytjeve. Ate janë fatkeqësi natyrore që vënë në vështirësi shtete shumë më të forta se sa Shqipëria. Por urgjencë është edhe dëmtimi i imazhit dhe reputacionit ndërkombëtar të këtij vendi, që kemi 35 vjet e kemi ndërtuar me zor. E kemi ndërtuar me zor dhe merita në radh parë u takon shqiptarëve që kanë zgjedhur të derdhin deshtu këtë vend, por dhe shqiptarëve që vendosën ta ndërtojnë jetën jashtë Shqipërisë, por që sytë dhe veshti kanë te kjo Shqipëri. Një koncert i tillë i ka bërë krenar çdo shqiptar që ndodhet jashtë Shqipërisë. Një këngëtar i tillë i këtyre përmasave e ka quar emrin e Shqipërisë dhe atje ku nuk mund shkonte në një situatë normale. A ka kundërshtar? Patjetër që ka kundërshtar. A ka që janë kundër koncertit? Këti edhe shumë të tjera, po ka më patjetër që do ketë. Kjo është demokracia. Njëri proteston, tjetri do koncertin. Njëri do turizmin se do të punoje këtë verë, tjetri do protestën. Njëri punon ta çoj Shqipërinë në bohe, tjetri thot ta çojmë Shqipërinë në bohe, po jo me ritmin që doni ju, se nuk po them që ka shqiptar që nuk e do integrimin në bohe. Edhe opozita shqiptar si ne, pjesa jona janë. Sot jemi ne në majorancë, këta janë në opozit, nesër do ndrohen rolet. Shqiptar janë dhe këta. E duan integrimin dhe këta. Por këta e duan me një rrugë tjetër, me një ritëm tjetër dhe e duan në fundit suksesin e vetë këtë gjë. Ne kemi rrugën tonë. Qanë zoti Blushi për bukë? Po zoti çati kërkoj shtjep? Po ju ankove se skemi, stjep. Kështu që nga pikpamja e arsyetimit të nenit 101 të kushtetutës, zoti ministër, nuk e ndajmë ne në fatmirësisht në arkitekturën e shtetit, në arkitekturën e institucioneve kushtetuese të vendi, ne jemi ligjvënësi, por nuk e ndajmë ne se cila është kushtetuese dhe cila është antikushtetuese. Kush ka pretendime për aktin, mbasi ta votoj Kuvendi i Shqipërisë, e ka rrugën ta çojë gjykatë kushtetuese. Le ta kemi një praktik edhe në këtë drejtim që ta interpretoj gjykata kushtetuese kush quhen rastet pa parashikuara, edhe pse vendimi i gjykatës kushtetuese nuk e ka shtëruese këtë listë. E thot prapa të fjalën, varet nga rast pas rasti, thot siç e gjykon subjektët, siç e gjykojnë subjektët. Sot na doli koncerti, nesër mund na dalë një gjë tjetër. Po dhe buxheti i shtetit, u tha një nga kolegët tu, për një vit miratohet, se tash ka filluar puna për projekt buxhetin e vitit tjetër.
Unë, me thënë të drejtën personalisht, nuk e di për kolegët, po jam i bindur që edhe kolegët këtu në këtë sallë kanë, por dhe opinioni publik, unë e kam shumë të rëndësishëm reputacionin e Shqipërisë në botë, edhe emrin e Shqipërisë, me thënë të drejtën. Dhe po e kemi dëmtuar ne që kemi mbyll 3 kapituj për të bërë antar i BE-s, edhe duam të mbyllim deri në 2027. Këtë pyetje boja vetës se nuk ke pse na e bën ne. Në qoftë se ju e konsideroni dëmtim reputacionit Shqipërisë antarësimin BE, kjo është çështje e juaja, nuk është e jona. E kupton? Ty të ka ngel ora ke diga. Ndërkohë që sot atje aty fillon historia, po aty sot është një mrekulli. Dakor? Kështu që nuk dua ta kthej në debat me ju zoti Blushi këtë. Zoti ministër kënaqësi që u kishim sot në komision, ishit argumentues dhe shterus në ato që thatë. Ne si komision jemi të qartë për arsyet e nevojës dhe të urgjencës dhe nenin 101 dhe 116 rregullorës. Kush është dakord me aktin normativ? Pra, kundër 2 miratohet akti normativ për finansimin e pjesëshëm të organizimit një aktiviteti kulturor turistik me përmasa ndërkombëtare. Pra, akti normativ numër 3 datë 6/7/2026 për financimin e pjesëshëm të organizimit një aktiviteti kulturor turistik me përmasa ndërkombëtare miratohet. Raporti i Komisionit për Çështjet Ligjore me arsyetimin përkatës, ti përcillet Komisionit Përgjegjës të Ekonomisë e më pas seancës plenare për të marrë votën e kuvendit. Me votimin e këtij akti normativ e mbyllim këtë mbledhje të dytë të Komisionit për Çështjet Ligjore për ditën e sotme, duke falenderuar zotin Gonxhe, zonjën Misto dhe zotrin që e shoqëron. Faleminderit dhe ditë mbarë.